Policia e shtetit ka ndërmarrë një plan të posaçëm masash për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë festave të fundvitit dhe ditëve të para të vitit të ri 2026. Plani parashikon angazhim maksimal të gjitha strukturave policore, qendrore dhe vendore, me qëllim parandalimin e incidenteve dhe ngjarjeve kriminale. Masat përfshin shtimin e patrullimeve me uniformë dhe shërbimeve të policisë kriminale në të gjithë territorin, rritjen e kontrolleve në pikat e kalimit kufitar dhe forcimin e bashkëpunimit me homologët për të shmangur radhët dhe për të lehtësuar lëvizjen e qytetarëve. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet sigurisë rrugore përmes monitorimit të qarkullimit me mjete inteligjente, alkool testues, dron dhe patrulla shtesë, me synim parandalimin e aksidenteve gjatë festave. Policia ka hedhur poshtë deklaratat për vendosjen e kuotave për masa administrative, duke theksuar se gjobat dhe kontrollet kanë si objekt të vetëm rritjen e sigurisë rrugore dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Në këtë kuadër, sqarojmë se deklarata publike bërë nga kreu i sindikatës së punonjësve të policisë, Sadedin Fishta, se punonjësit e policisë kanë urdhër të plotësojnë sa më shumë masa administrative, pasi në rast se nuk plotësojnë numrin e kërkuar, kërcënohen për transferime ose ulje në detyrë. Është tërësisht e pavërtet, theksojmë për qytetarët dhe opinionin publik, se nuk ka asnjë urdhër të tillë për të plotësuar një numër të caktuar masash administrative. Masat administrative, ashtu si fushata sensibilizuese dhe masat këshilluese, janë mjetet që përdoren ndaj shkelësve të rregullave të qarkullimit rrugor dhe kanë objektiva vetëm garantimin e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve, shkruhet në njoftimin e policisë. Gjithashtu, do të rritet prezenca e policisë në sheshe publike, pedonale, objekte kulti, qendra tregtare, lokale dhe ambiente me frekuentim të lartë, si dhe do të intensifikohen kontrollet ndaj tregtimit të lëndëve piroteknike. Forcat speciale, përfshirë RENEA dhe Forcën Kombëtare të Sigurisë, do të jenë në gatishmëri të plot për të ndërhyrë në çdo situatë të mundshme. Policia e shtetit fton qytetarët të bashkëpunojnë dhe të denoncojnë çdo rast paligjshmërie.